Deputeti serb Petar Bošković ka mbajtur një fjalim të ashpër në Kuvendin e Serbisë, duke akuzuar drejt për drejt pushtetin për bllokimin e integrimit evropian dhe për mungesë të vullnetit politik e sundimit të ligjit. Sipas Boškovićit, autoritetet serbe po justifikohen me kushte teknike të përmbushura për hapjen e kapitullit të tretë të negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa arsyet reale për bllokadën janë krejtësisht politike. As vet nuk e besoni më në këto budallallëqe. E dini shumë mirë pse kapitulli nuk është hapur, por nuk doni vërtet ju të shkoni drejt Europës, u shpreh ai. Duke ju referuar raportit të Komisionit Evropian, Bošković theksoi se dokumenti është i ashpër dhe deri tani më i saktë, duke nënvizuar se problemet kryesore të Serbisë mbeten vullneti politik dhe sundimi i ligjit. Në fjalimin e tij, deputeti opozitar përmendi edhe rastin e Banjskës, duke deklaruar se 2 vjet pas ngjarjeve, Milan Radojčić vazhdon të ende i lirë në Serbi. Radojčići shëtitet si të doj me vetura të blinduara më të mira se princi saudit dhe me sigurimin më të fuqishëm se vetë presidenti Vučić, u shpreh Bošković. Ai theksoi se çështja e Banjskës është një nga temat kryesore që ngrihet nga zyrtarët europianë në çdo vizitë në Serbi, si dhe ndaj politikanëve serb gjatë udhëtimeve të tyre në Europë. Pra, si do ta zgjidhni këtë kur nuk ju lejohet as t'i afroheni Radojčićit tuaj? Të gjithë jeni të përfshirë, nga drejtori i asaj kohe e BIAS përmes Mojsilovićit dhe antarëve të pensionuar të ushtrisë, deri te presidenti i shtetit që ju ka lutur Kforit që t'i jap rrugën për ta, për të nxjerrë njerëzit që shqiptarët mos t'i vrasin, deklaroi ai. Bošković ngriti shqetësime edhe për veprimtaritë të dyshimta jashtë vendit, duke përmendur përgatitjen e grupeve në Loznicë, përfshirjen në Moldavi dhe shitjen e municioneve në kohën e luftës në Ukrainë. Ai akuzoi qeverinë e Vučićit se politika e jashtme nuk po i shërben interesave të Serbisë, por po e izolon vendin edhe më tej nga Bashkimi Evropian. Fjalimi i Bošković ka nxitur reagime të shumta në skenën politike serbe,